Të qenurit në opozit duket një fillim pak i vështirë për deputetin e Partisë Demokratike Arben Imami. Është një fillim pak i vështirë. Në intervistën e mbrëmjes Arben Imami deklaroi se e majtja në qeverisje po ndjek një politik konfliktualiteti e cila është në dëm të vendit. Problemi themelor i joni lidhur me programin ka qenë se nuk ka pasur program. Dhe programi u zëvendësua në fjalën politike të kryeministrit për qeverisjen e vendit për 4 vitet e ardhshme me një sulm të pandalshëm kundër opozitës. Vijon me realitetin zero dhe mbyllet me një po ashtu tashmë shprehje të njohur që dhun të shihni tash e mbrapa. Për deputetin demokrat, gjithçka po bën deri tani Rama në kryet e qeverisë, përcjell vetëm mesazhin e spastrimit. E gjithë ajo që po përdor Rama tashmë është të çojë një mesazh i cili është një mesazh i helmët urrëtie, që ai ka ardhur të pastroj plerat. Sigurisht që kjo neve nuk na fyer, kjo nuk na ofendon. Edhe nëse zoti Rama e ka këtë mendim, edhe nëse zoti Rama përpiqet që të ngrejë një fushat për të spastruar administratën publike, për të spastruar reformat, për të spastruar njerëz, për të ushtruar dhunë, mbi formimin mbi ndërtimin e një fushate fillimisht mediatike për këtë spastrim plerash. Por në thelb kjo çon konflikt. I pyetur nëse do të jetë pjesë e strukturave të reja në Partinë Demokratike, Imami tha se nuk ka asnjë ambicie, ashtu siç nuk do të refuzojë asnjë post nëse i ofrohet.